Këto 10 ditët më të mira dhe më të begata të vitit, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që transmeton Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ma min ayyam, nuk ka ditë të tjera për gjatë vitit. El amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, që veprat e mira të jenë më të dashura tek Allahu min hadhihi al-ayyam al-ashr, se sa këto 10 ditë të para të muajit Dhul-Hijja. Sahabët të çuditur, ata që ishin përgjakur në rrugt të Allahut, në kaos të Allahut, që kishin plagë ende në trupat e tyre, i thanë: "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." As gjihadi, përpjekja në rrugën e Allahut nuk është më e mirë, nuk është më e mirë se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tha, as gjihadi, përpjekja, lufta në rrugën e Allahut nuk është më e mirë se sa punët dhe adhurimet që besimtari bën në këto 10 ditë.